një subjekt tjetër dhe ne nuk duhet të jemi kaq shpirt ngusht në këtë aspekt. Por janë 3 mënyra votimi që mundsohet diasporës. Nëse më kishit lejuar të pak, do të kisha shkuar shkurtimisht tek historiku i kësaj. Lëvizja vetëvendosje që në vitin 2011, kur filloi ajo reforma zgjedhore, ka shtyrë përpara çështjen e pjesëmarrjes së Mërgatës në procesin zgjedhor dhe ka kërkuar me ngulm që të lehtësohen procedurat që kanë të bëjnë me votimin e Mërgatës. Dhe falenderua atij angazhimi edhe në atë kohë ku ndoshta pjesëmarrja e Mërgatës në zgjedhje ka qenë tejet e ulët, jo vetëm për shkak të humbjes së besimit të establishmentit kaluar politik, po dhe për shkak të procedurave të votimit jashtë vendit, të cilat ishin dedikuar kryesisht për serbët, që jetonin kryesisht në Maltëzi, Beograd dhe në Maltëzi, ne e pam këtë si një padrejtësi të madhe që ushtrohet ndaj Mërgatës, duke kishim parë kohë ato tjera subjekte politike dhe që me hyrjen e lëvizjes vetëvendosje në parlament dhe me përfaqësimin e saj përmes meje në Komisionin Qendror Zgjedhje, ne kemi filluar një punë intensive për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve pa dallim. E kush po ja vërtetëson pjesëmarrjen? Dhe tash nuk është sekret më që dhe është publike dhe është çdo ditë dihet ajo fryma e ngulfatjes së Mërgatës edhe në hapësirat e KQZ-s, kudo që sillen anëtarët e opozitës, të cilët në çdo shkronjë të secili dokument që kemi mundohen me gjetë, të themi, atë vegzën e vogël për me pamundsu një gjatë tillë. Por a e citojmë ligjin, zoti Krasniqi? Po e citojmë ligjin. Besoj e dini edhe ju shumë mirë. Janë 3 opsione apo jo? Po janë 3 opsione dhe njëri prej tyre është me post në përfaqësi dhe hapësirat që këto mund t'i marrin. Në hapësirat e tyre, hapësirë edhe në kafene, edhe restorane? Jo, nuk pse po paragjykoni kafenet dhe restoranet. Unë kam listën këtu. Ju lutem si media, dhe besoj që jeni ndër mediat më kredibile në këtë aspekt, merreni, shiqojeni mirë secilën adresë dhe do të shihni që këtu ka salla kulturore, ka palestra sportive, ka dhe restorane që kanë hapësira për aktivitete kulturore. Kush do të menaxhon? Kush e menaxhon atëherë? Nuk ka lidhje kush i menaxhon. Ku është siguria, integriteti i votës, që s'ka lidhje. Nuk ka lidhje kush i menaxhon, sepse a di pse s'ka lidhje. Për një arsye të thjeshtë. Për një arsye të thjeshtë. Në Republikën e Kosovës ne në shtëpi private organizojmë qendra votimi. Dhe pse pas ka problem në shtetet evropiane, në Zvicër dhe Gjermani, ku demokracia është në top nivel, ne t'ju dhojmë leksion në demokracie gjermanëve dhe sigurisë së procesit në Gjermani. Kjo me nej që është shumë e fyse, dhe më thonë, veç me eminu, e le me thonë. Natyrisht që këto hapësira janë private, janë edhe publike, si DJ-li që në Kosovë është privat, por në Gjermani